që... Gjë që s'mund t'i them kur djalit tem. Unë se imagjinoj për shembull me rrit djalin me ba gjana që mund ka thënë mu baba për shembull. E di, nëse ka ndryshuar dhe kohët. Se imagjinoj. Nuk e imagjinoj. Jam disiplinar në shtëpi, a kupton, duhet që djalit njekin një rrugë. Po. Që unë mendoj është më e mira, pa normale. Por nuk e imagjinoj për shembull me ulërit me prekmedorja që jo era, kupton? Jo. Kur kena hangër xixa ne, ke parasysh si ditë që mu më ka ardhur mrap shumë xixa. Po, dhe mua një ca shpulla se si kalama tani. Flasim realitetin të gjithë na kanë ardhur. Kupton? Kur bënim gabime. Tani unë s'po them që na dajak ma, jo, por nëse edukat. Si që qujnë këtu, nëj lapër e kena hangër tanë. Po dhe në Itali, dëgjo, unë... Ose në shkel kambe, kur ishim... Unë kam bo babysitter vetë në Itali, edhe i kam pas, e kam fillu që 14 vjeç punë atje. Shkoja në për familje dhe i mbaja fëmijët. Edhe italian, disa herë kur kalamani është i mbrapsht, ta kupton... I bim pak tani... që të marrin vesh, nuk është se po i bën diçka të egzageruar, kupton, po thjesht nejse. Që kam gruan që është rrep me djalin edhe unë... Është më rrep, të? Po. Po normal se ka shpenzu më shumë kohë me te. Tani është në unë për shembull kam pas babin më të rrept se sa mamin. Po, A është fiksi që quajnë daddy's girl, mund t'jesh? Po e se babit apo jo? Ka ndryshu, do me thënë kur kam qenë e vogël, se ka qenë shumë i rrept, në qoftë se ishte ajo ishte dhe pikë. Pikë, dhe gjithë do e zbatoshit. Po, edhe kur isha me vogël nuk e kuptoja pse i bënte disa gjëra, ose shoqet e mia dilnin edhe disa herë babi thoshte që në 12 t'jesh fiks në shtëpi, se po se erdhe në orën 12 ta mbyll derën, nuk e për të fut më. Tani e kuptoj që ka dash me drejtu të rruga e duhur, kupton? Po kur kam qenë më e vogël... Rruga që mendona është e duhur, se s'do me thënë se është e duhur për ta. Okej, por normalisht si prind, pa tjetër. Edhe kur isha më e vogël, thoja, po pse babi kështu, po shoqet e mia, po... Si adoleshent, si kalaman, ndërsa sot, realisht kam një lloj raporti shumë të mirë që e falenderoj edhe i përullëm para për edukatën, për gjitha që më kam mësuar dhe që s'na kanë lënë mangut asnjëherë asgjë. Realisht, për zotin, të them që kanë qenë vërtet prindër të shkëlqyer. Mamin e kam si motër, pastaj normal dihet, po. Ke motra tjerë? Po, një motër më të vogël, po. Faleminderit. Si shkoni me motrën? Shumë mirë. Unë që kur kam qenë 5 vjeçe, e mbaja nevin, se 5 vite diferencë kemi, e mbaja se mami shkonte në punë, a kupton, edhe në atë kohë kanë qenë kohë vështira, normal se babi ka qenë 93-shin që ka shku në Itali.